Fjala sot. Reform. Pjesa e dytë. Përshëndetje dhe mirë se vini në këtë seri programesh nga pastorët Paul dhe Doug Schroeder nga shërbesa Fjala sot. Dhe fjala për sot është reform. Në programin e kaluar filluam të flisnim për reformimin e kishës së hershme të krishterë, që është një nga ngjarjet më të rëndësishme në historinë e krishtërimit. Që një reform të jetë e suksesshme, sigurisht që ka nevojë të mbështetet mbi shtylla të forta, të cilat do të rezistojnë kohrave dhe debateve, pavarësisht argumenteve që paraqesin ato. Dhe padyshim, tre shtyllat e reformimit që janë sola scriptura, sola fide dhe sola gratia mbeten të padebatueshme edhe në kohët moderne në të cilat po jetojmë, ku çdo njeri ka opinionin e tij, ideologjinë dhe lirinë e tij. Na ndiqni në programin e sotëm për të mësuar më shumë për këtë. Ne lutemi që ju të kuptoni se sa shumë do të ndryshojë jeta juaj nëse merrni shpëtimin e Perëndisë, që është dhurata më e mrekullueshme që mund të merrni në jetën tuaj. Në programin e kaluar, filluam të flisnim për reformimin e kishës së krishterë dhe përmendëm tri shtyllat që u përdorën gjatë kohës së reformimit, të cilat shërbyen si bazë për mënyrën se si ai do të kryhej. Fola për shtyllën e parë që ishte sola scriptura, që do të thotë vetëm shkrimi, vetëm fjala e Perëndisë, vetëm Bibla, si bazë për atë që është e vërtetë, e saktë dhe e besueshme. Nuk do të ndalem gjatë te kjo shtyllë. Shpresoj ta keni dëgjuar në programin e kaluar. Megjithatë, më lejoni të bëj një përmbledhje. Kisha e hershme kishte marrë dokumente nga këshillat e kishës, papati dhe shkrimet të ndryshme, të cilat i kishte ngritur pothuajse në të njëjtin pozicion me Biblën. Si pasojë, nëse këto dokumente që i referoheshin një doktrine të caktuar, kishte ndonjë deklaratë, njerëzit mendonin se ato kishin të njëjtën peshë si Bibla. Ndoshta ato trajtonin diçka për cilën nuk flitej fare në Bibël. Shpalosnin këndvështrime të ndryshme, duke arritur në konkluzione të ndryshme. Për ta ilustruar, po sjell një shembull. Kur ndodh një aksident, policia përpiqet të flasë me njerëz që kanë qenë në kënde të ndryshme. Dikush mund të ketë qenë pas, dikush mund të ketë qenë para, e dikush mund ta ketë parë aksidentin nga një kënd tjetër. Të gjithë këta njerëz kanë interpretime të ndryshme. Një shembull tjetër është, nëse shikoni pjesën e përparme të kopertinës së një libri, ajo mund të ketë shumë ngjyra, si dhe titullin, ndërkohë dikush tjetër që sheh pjesën e pasme, e cila është një ngjyrshe e pa ndonjë informacion të rëndësishëm në lidhje me përmbajtjen e librit, do të ketë një perceptim tjetër për të njëjtin libër. Pra, disa njerëz që shohin të njëjtin objekt kanë përshtypje plotësisht të ndryshme në varësi të këndit nga e shohin atë objekt. Kështu, pjesa e parë e reformës kishte të bënte me faktin se vetëm Bibla, vetëm fjala e Perëndisë do të përdorej. Asnjë dokument tjetër dhe asnjë deklaratë tjetër nuk ishte e krahasueshme me fjalën e Perëndisë. Nëse është në fjalën e tij, ne do ta mësojmë. Nëse jo, atëherë ajo duhet vënë në pikpyetje dhe duhet diskutuar. Shtylla e dytë, pas sola scriptura, ishte sola fide, dhe fjala latine sola do të thotë vetëm, ndërsa fide do të thotë besim pra, vetëm besim. Në kishën e hershme të krishterë, kishin depërtuar shumë gabime. Për shembull, në një konferencë kishe, pjesëmarrësit po përpiqeshin të debatonin nëse një pagan mund të bëhej vërtet fëmijë i Perëndisë ose jo. Disa judej thonin se nuk ishin të sigurt, por nëse një individ rreth pritej, një veprim që judejt thonin se duhej ta bënin, ai mund të ishte më i sigurt. E kuptoni pra se sa e tmerrshme ishte kjo, sepse ata po i shtonin diçka fjalës së Perëndisë. Ata po thonin se nuk ishte i nevojshëm vetëm besimi, por edhe rrethprerja. Për gjatë viteve, kisha i kishte bërë disa nga këto gjëra. Prandaj her pas here ishte i nevojshëm reformimi. Një shembull tjetër bashkohor.
Unë kam takuar të krishterë që thonë se nuk janë të sigurt që dikush është i krishterë nëse ai person nuk flet në gjuhë të panjohura. Janë përpjekur që ta shndërrojnë këtë në provën e krishtërimit të tyre, në vend që të flasin për besimin. Unë kam njohur njerëz që kanë më shumë siguri në përvojën e të folurit në gjuhë se sa kanë në besimin e thjeshtë tek Jezu Krishti. Ata janë përpjekur ta ngrenë këtë veprim të veçantë shumë lart, sikur ai të jetë tregues për nivelin e tyre më të lartë të krishtërimit. Dhe kjo është aq e tmerrshme sa që ishte edhe në kohët e hershme biblike, kur njerëzit e konsideronin rreth prerjen një kusht të nevojshëm. Kështu, gjatë reformimit, u theksua fuqishëm se sola fide, vetëm besimi, shpëton. Ata nuk po përpiqeshin të mohonin veprat e mira, apo të thonin se veprat janë të parëndësishme. Në fakt, nëse e njihni shkrimin, tek Jakobi 2, thuhet se besimi pa vepra është i vdekur, nuk ka asnjë ndikim. Nëse besimi është i sinqertë dhe i vërtetë, rezultati do të jetë se Krishti që jeton në ju, përmes besimit tuaj, do të prodhojë vepra të mira. Ka prova të besimit në veprat e mira, por ajo që kisha e krishterë po përpiqej të reformonte dhe ta bënte të qartë, ishte se ju nuk jeni të shpëtuar me anë besimit dhe të veprave të mira. Jo, ky është një gabim. Shkrimi thot se ju jeni të shpëtuar me anë besimit dhe vetëm me anë besimit. Është një dhuratë nga Perëndia. Një nga gjërat që do të ndodhin kur besimi juaj është i sinqertë, është se ju do të bëni vepra të mira si provë e faktit që besimi juaj është i vërtetë. Kështu, kjo u bë shtylla e dytë e reformimit. Vetëm shkrimi, vetëm Bibla dhe vetëm besimi. Besimi është ai që shpëton. Besimi se Jezu Krishti është i vetmi shpëtimtar. Besimi tek vuajtjet, tek vdekja e tij në kryq dhe tek ringjallja e tij prej së vdekurish. Besimi se përmes vuajtjeve, vdekjes dhe ringjalljes së tij, ai i ka falur mëkatet tona, duke paguar çmimin për to. Ky besim është ai që shpëton. Vetëm ky besim. Nuk ka asnjë mënyrë tjetër për të ardhur tek Krishti apo për të marrë shpëtimin. Bibla e bën shumë qartë se nuk ka asnjë emër tjetër nën qiell që shpëton. Nuk ka asnjë emër tjetër përveç emrit të Jezu Krishtit. Shtylla e tretë e reformimit ishte sola gratia. Gratia do të thotë hir. Vetëm me anë të hirit. Kjo shtyllë u përpoq të eliminonte të gjitha gabimet që ishin futur në kish, që thonin se duhet të bëje diçka si veprat e mira apo diçka e tillë për të fituar favorin e Perëndis dhe vetëm nëse e bëje këtë, mund të meritoje faljen. Sigurisht që është e tmerrshme, sepse është mohim i drejt për drejt i asaj që Perëndia thotë. Prandaj, reformimi e bëri shumë të qartë se një shtyllë shumë e rëndësishme është se vetëm me anë të hirit Perëndis, vetëm me anë të dashurisë së tij, vetëm me anë të mirësisë së tij, ne mund të shpëtohemi. Jo për shkak të meritave tona. Në asnjë mënyrë, ne nuk mund ta fitojmë vetë shpëtimin apo të bashkëpunojmë për ta fituar atë. Mua më pëlqen shumë fjala sola, vetëm. Vetëm hiri Perëndis, dashuria dhe mëshira e tij ndaj nesh bën të mundur shpëtimin ton. Më lejoni të përmend diçka këtu. Donjëherë ju vraponi tek dikush që ka pasur një aksident apo që ka një sëmundje të rëndë dhe ai person thotë se Perëndia është treguar i padrejtë me të. Shpresoj që të mos thoni kurrë se kjo ka ndodhur, për shkak se ne, të gjithë, jemi mëkatar dhe se të gjithë meritojmë gjykimin dhe zemrimin e tij. Vetëm përmes mëshirës, dashurisë dhe hirit të tij, ai na fal, na jep besimin dhe dhuratën e shpëtimit. Mos i kërkoni kurrë Perëndis t'ju jap atë që ju meritoni. Nëse do të merrnit atë që meritoni, do të ishit bërë shkrumb e hi sa hap e mbyll syt. Kjo është ajo që ne meritojmë, gjykimin dhe zemrimin e Perëndis. Kështu, reformatorët, dhe kishte shumë të tillë në atë kohë, lavdi Zotit, në gjithë Evropën, u përpoqën ta bënin kishën të kuptonte se kishte nevojë të kthehej tek Perëndia e të ndryshonte, të ndrejshte shumë nga gjërat që ishin shtrembruar. 3 shtyllat ishin: vetëm shkrimi thotë të vërtetën dhe ai do të jetë standardi. Nëse është në fjalën e Perëndis, ne e besojmë. Nëse nuk është,
atëherë ka vend për dyshime dhe debate. E dyta, vetëm besimi. Ne besojmë se Perëndia na ka dhënë fuqi me anë të frymës së Tij të shenjtë. I gjithë besimi është një mrekulli. Besimi i çdo personi, nëse është besim i vërtet, ka ardhur si një dhuratë nga Perëndia frymë e shenjtë dhe na ka sjellë në një marrëdhënie me Perëndin që na ka bërë fëmijët e Tij. Është një dhuratë e fuqishme, e jashtëzakonshme e Perëndisë. Ne pranojmë se Perëndia është dhënësi në shtyllën e tretë kur themi vetëm hiri. Ne nuk mund të bëjmë asgjë për ta fituar atë. Asgjë nga ato që ne bëjmë nuk mund ta fitojë mirësinë e Perëndisë, hirin dhe mëshirën e Tij për shkak të mëkatit ton. Po ta mendoni, Perëndia, i cili ka bërë të gjitha ligjet, ka thënë se ju duhet besoni tek Ai dhe ky është besimi. Është i mahnitshëm. Pastaj, përmes atij besimi, Ai ju jep fuqinë dhe aftësinë për të bërë vepra të mira që e kënaqin atë dhe janë dëshmi për të tjerët. Kjo ndodh vetëm me anë të hirit dhe mirësisë së Tij. Sola Scriptura, sola fide dhe sola gratia. Pikërisht me këto ka të bëjë reformimi. Këto janë shtyllat e vërteta të kishës së krishterë. Reformimi i kishës së krishterë ishte një hap i rëndësishëm që i përballi njerëzit me të vërtetën e fjalës së Perëndisë si e vërteta absolute. Deri në atë kohë, njerëzit e kishin shtrembëruar fjalën e Perëndisë dhe e kishin përshtatur sipas interesave të tyre. Dhe fatkeqësisht, kjo ka ndodhur për gjatë gjithë historisë, por është bërë edhe më keq në ditët e sotme. Prandaj, mësimi i 3 shtyllave të kishës së krishterë që predikon të vërtetën absolute është shumë i rëndësishëm, madje është jetësor. Mos i harroni ato. Sola Scriptura, vetëm shkrimi. Sola fide, vetëm besimi, dhe sola gratia, vetëm hiri. Nëse keni pyetje apo doni të mësoni më shumë për Jezusin, na shkruani në adresën tonë postare TWR Albania, kutia postare 130 Tiranë, ose në adresën e emailit twralbania@gmail.com. Këtë program mund ta dëgjoni në YouTube në kanalin TWR Albania, playlista Fjala Sot. Faleminderit që na ndoqët dhe Zoti ju bekoft.